nuk e qajmë ati në mes, po e qajmë pak më onash, ja këtu. Që të va të regoj dhe ju, se si futë, ja. Shire. Sot data është 2 maj, është data 2 maj, dhe ne vazhdojmë duke bërë këto mrekulli këtu. Sot jam në shtimje, kemi kalemat e arrës, do t'i bëjmë, me kështu, ja dhe va të regoja, qive, do t'i bëjmë si pemat, është e vogël kjo, ka një lëkur shumë të hollë, dhe kap më mirë me sprehje, ja. Ja kalemi, kështu ta bojë. Ndërkohë, do bëjmë gati kalimin tjetër, ta vendosim krajin tjetër. I them këtë, shive, shtrëngojmë, ashtë sa shtrëngojmë fasheta, ja, op, okej, i këpusim, i vendosim dhe një ditë, pak më poshtë, që mos na lëvizë fare, shifë. Ja. Shi, presim dhe këtë, paf, me vendosjen e pastës, shifë. Ja. Edhe këtu, edhe krajin tjetër, do e qoni pastën deri poshtë ku është, e quajmë ne e qara ose ne i thomi e krisura. E izolojmë edhe këtu sipër, izolojmë, ja, shi u bo. 100% ja izolojmë dhe majat, tjetrën do e pres pak, ja, presim pak, izolojmë dhe majën. Kjo është e mbaruar, do ju unë i ve për fiksim prap plasmas, diqe. Dhe pak plastik, ja, them dhe pak mes. Kjo është e mbaruar të shi. Të shi është vonë, nuk ka nevojë për mbrojtëse, por nëse është shumë herët, mund përdorish shumë gjëra që i servion vetë, mushama ose diçka tjetër dhe e mbushim me dhe. Nëse ken nga këto, që janë për temperaturë, ki Marakliu i ka sjell nga Zvicra këto, kur mbjellin patatet atje është shumë ftohtë Zvicra dhe ja shojnë sipër, mund ta mbulesh pak, ja do ja bëj një demonstrim. I mbulojmë kalemat edhe të shikoj është shumë ngrohtë, nuk ka nevojë, po unë vetë do e demonstroj. Ja. Fusim një fashet dhe e hesh. E hesh kur i bën herët, i hesh në këtë kohë, i hesh patjetër dhe vazhdojnë zojnë ato. Vazhdojnë zojnë. Ja. Është i kapuç, ki quhet super modern, sepse është për temperatura direkt. Ja, miq. Për gjithë Maraklit, tu që diku respekte
tung nga shtimja e Kosovës. Respekt. Ja mbaru këtu. Qitë këtë parcelën. Shi, tjedra. Tjeri ma ta.